Tregu i gjesë së gjallë në Vlorë në krizë të plotë. Zhvendosja pranë tregut të Shumicës në zonën e Ish Ushqimores ka sjellë një problematik të madhe ekonomike për tregtarët, të cilët vetëm një javë e kanë punën e tyre, teksa jemi në prag të festave të fundvitit dhe qytetarët blejnë kaposhin apo pulën tradicionale të vitit të ri. Tregtarët theksojnë se largësia e tregut edhe pamundësia e qytetarëve për të ardhur deri këtu apo mungesa informacionit në disa raste po i penalizon ata së tepërmi. Tregtarët thonë se janë në krizë, ndërsa e cilësojnë të nxituar këtë zgjidhje në një kohë kur punën e kanë vetëm një javë apo 10 ditë deri në 31 dhjetor. Jo vëlla, jo. S'ka fare? Fare aq. Pse? Si shpjegoj ta bosh larg? Ku e duan zgjidh? Larg, s'kemi shit fare. Na kanë zënë ata të mistrit për çep palltos duan parat. Nuk di ç'të themi. Është gjë që nuk ka zgjidhje kjo. Me këtë jo, urdhë shikoni, ka një problemi, nuk ska gjë. Në këto ditë që keni ardhur, sa keni shitur? U nuk ka pa do ditë që kam marrë unë 2 herë kam marrë tëra, po nuk ka shitje, është shumë e vështirë. Është shumë e largët puna. Sa keni ju, sa? U ka për rreth 4 kokë. Po ku i shisni? U vina Sevasteri, shesi këtu, po nuk e di çfarë të bëj tani. Vetëm me njëri dhe me kështu, me telefon. Pra është shumë vështirë në këtë situatë. Po në këtë terren që është shumë e vështirë. Shumë larg, edhe dikush që do të vijë, tentoj të vijë, nuk vjen dot, shumë larg. Ska as autobus dhe një autobus. Po asgjë nuk ka, nuk e shkoj vetë, asnjë s'ka, vetëm thjesht ta që shesi këtu janë kaq. Po vi këtu. Një moshatar, një pensionist. Mirë neve që jemi në çik më të fuqishëm, po ka moshatar. Largësi e madhe morbur. Vend kishte plot për shtetor atje 5 ditë janë vit i ri. Nuk është ditë për ditë në atë. Kjo është shumë keq, shumë keq. Jo, ja për xhiro, ja makina kam aty, ja. S'ka fare? Jo. S'ka xhiro fare? Po ja, duket vendi, ja, shikojeni. Këta që kanë harur për të shitur, mund të du gjeni në një vend tjetër. Janë larg, mund të du gjeni në një vend tjetër, nuk e dihet. Ju e dini. Pra s'pas ka fare njëri për blerë? Po ja, kush është, ja. Nuk kemi shitur ja tek Keshmalli, sa është ora, shikoj. Ja kaq. Sa ditë keni që keni ardhur? 5-6 ditë. Asnjë nuk e shit? Ja, tek Keshmalli, është ora 11. Kemi shitur ja tek Keshmalli, se s'ka njerëz, ata nuk e dinë se ne ku jemi, edhe mund të blinë, po nuk e dinë ku jemi. Po dhe e larg ndoshta? Shumë larg, është shumë larg, ai s'ka me çfarë të vi këtu që të vi ta blej. Ju nga vini? E unë jam në 3 bloka. Keni shumë kohë? Kemi. Se jemi pa punë, punë merremi, po ku do ta shesim? Vlora është një nga zonat që mbahen për produktin bio të gjelit të vitit të ri dhe në vendin ku gjendej tregu provizor në hyrje të qytetit të Vlorës ishte më aksesueshëm edhe nga qytetarët e rretheve të tjera si Tirana, Elbasani e të tjerë, që mund të kalonin në këtë zonë dhe të blinin. Por zhvendosja e tregut në zonën pranë tregut të Shumicës ka sjellë një situatë vërtet shqetësuese për tregtarët, të cilët në këto ditë kur duhet të punonin, nuk po fitojnë dot për shkak se nuk ka ku shkon të blej në këtë zonë të paaksesueshme dhe ndoshta në mungesë informacioni për të tjerë që nuk e dinë se ku është vendosur ky treg. Për tregtarët kjo nuk ishte as pak zgjidhje, pasi po i çon drejt falimentimit.